Ardhur në këtë video të ri. Sot çuna të bëjmë video vlerësim ekipash. Ma kanë kërkuar disa lojë. E veçëm balo shloja, po këtë metodë me bë vlerësim ekipash. Dhe të bëjmë vlerësimi i parë që bëjmë është Ronaldo. Profil. Atëherë, kjo është 121. Ka Rafinha, Alvarez dhe Messi. Messi në ke super lojtar, po hiq Alvarez dhe Rafinha. Zidanin hiqe, ka kanë mira ke që është 10 vjeç, Pirlon do ta hiqesh. Di Marco është super dhe Barzali mira, Courtois i do ta hiqesh. Maldini është shumë mirë keja. Edhe Kunde, mirë ke Kunde. Ty do të ndodhën 8 post. Ekipi tjetër që vlerëson është Nico Barça. Kjo është 125 vërën. Rafinha, Dembele, best. Sulmi më i mirë që mund të ekzistojë, 10, sulmi 10. Mes fushë, Vitinha, Cruyff dhe Rice. Cruyffin duhet ta heqësh. Në mes fushë do të vinë 9. Mbrojtja, Roberto, Gallagher, Gabriel dhe Marcelo. Do të heqësh Gallagher. Okay. Portier mirë. Të notën 9 plus. Ekipi tjetër vërsa më shkrisi 1, 2, 3, 4. Është 124 vërë. Dhe shikoj kush ka qenë Ronaldinho. Në besat. Ronaldinho, Pelé, Lamine Yamal. Dhe notën 9. Dhe të kisha vënë 10 po të kisha heq Pelé. Mes fusha. McTominay, Casemiro dhe Pedri. Do të vjen notën 9,5. Mbrojtja, Zambrotta, Grimaldo, Marquez dhe Koller. Dhe notën 9 minus. Dhe Kobelin du të ish. Okay. Ekipi tjetër që të vlerëson është Theo. Mos harroni të bëni like, subscribe, këtu. Ishëm këtu këtë Theo. Atëherë, Theo është 124 vërën. Ka Perisic, Dembele, Bestin. Dembele në kam edhe una, e kam marrë dje. Dhe Perisic është super. Ke dy lojtarë që kanë të gjënë këto sime që ato. Këto. Ta. Edhe sulmin ty Theo, mos harroni të bëni like dhe kanalin e Theos. Sulmi do të vë notën 9,5. Mes fusha Vitinha, Tchouaméni, Modric do të vë 10. Në mbrojtje Di Marco, Lenormand, Gabriel dhe Marcos Llorente. Në mbrojtje do të vë notën 9. Portierin duhet ta heqësh. Është 117. Dhe ekipi tjetër që do vlerëson është dhe ekipi tjetër se është natyrua. Okay. Ekipi tjetër që do vlerëson është Vlore. Kjo është 123 vërën. Sa e mund ka ra overall se marrë Dembele ndje. Nuk du ta ish vërën. Okay. Vinicius du ta heqësh. Esteban po ashtu. Janë 117. Solskjaer. Mirë ke? Sulmi do të vjen notën 8. Dhe mes fusha Sulç, Guti dhe Tchouaméni. Do të vjen në mes fushë do të heqësh
Gutin dhe Surç. Do të vi natën 8:30 për çmimës. Mbrojtja. Davis, është 16 fevral, do ta heqësh. Po ashtu kur do. Ty do të vi natën 8. Dhe tjetër që të vlerësojmë është Antz 3 I167. Okej? Është 23 fevral, siç e shihni. Dhe kë ka Lamine Yamal, Lautaro Martinez dhe Vinicius. Sulmin të vinë natën 8. Mes fushën, Olise, Kimmich dhe Rice. Do të vinë natën 9. Në mbrojtje, Di Marco, Barzagli, Vidic dhe Zambrotta. Vidic dhe Zambrotta do të heqësh, po ashtu dhe Joao Garcia. Do të vinë natën 9:00. Tjetër është Kristi Jurës 1. Okej. Sovelo është 122 fevral. Ka Dembele, Sané. Dembele është shumë i fortë, bravo. Ka marrë dhe unë. Dembele, Sané dhe Doku. Doku dhe Sané do ta heqësh. Në sulm të vinë natën 8+. Mes fusha. Joao Neves do ta heqësh dhe Gutin. Jo, Neves, jo, 118. Do të heqësh vetëm Gutin. Në mes fushë do të vinë natën 9. Në mbrojtje ke Roberto Carlos, super mbrojtës ky. Shumë super mbrojtës. Ka mundru ta kisha mirë. Super lojtar. Okej. Saliban do ta heqësh, Timber bashkë dhe Joao Garcia. Në mbrojtje natën 8. Ekipi tjetër që në vlerësum Ronaldo në vlerësum Real Madrid CF. Atëherë është 121 fevral, si shifre. Dhe mos harroni të bëni like, subscribe. Atëherë Jarzinho do ta heqësh, Pelen bashkë dhe Vinicius Junior do ta heqësh. Modric në ke super, Nico Paz bashkë. Edhe Gullit, Maja dhe pak Igja. Në sulm do të vinë natën 7, në mes fushë natën 8, në mbrojtje natën 9, sa është Roberto Carlos. Edhe për tjerë do të heqësh kombin. Ekipi tjetër që do vlerësojmë është Adi. Adi është 121 fevral. Dhe ka Igor Thiago, Slaskjari, Rosik dhe Çerki. Do të vinë natën 8:00. Mes fush e Bilua. Kazimir dhe Makalele. Në dy lojtarë të mirë, po duhet heqësh për të qik dritën e telefonit. Kazimir duhet heqësh, Makalele Maja, është super. Dhe Robertson, Kingu dhe Slotterberg duhet heqësh, dhe Timber edhe Koben duhet heqësh. Dhe natën 7:30. 7+ ose 8. Ekip tjetër është Kristier. Se një të bë, dhe pashtu, Kelmirante është shoku im këtu në Itali, Jamali pashtu, Kristi është Kristi Ire, Klejti Ire. Okej. Atëherë, është 120 fevral dhe
Ka Hazardin, Osimhenin du t'i heqësh. Yamalin maje edhe pak. Yamalin dhe Hazardin. Dy sulmuesi du t'i heqësh, Endrikon dhe Osimhenin. Me fushën du t'a heqësh. Robertson, Mjerke, Casillas du t'a heqësh. Dhe Blank po shtu, Mazraouen du t'a heqësh në rrugë. Do të venodër 7. Në që ke 2 lëtarë. Ekipi tjetër që të vërësoj është Naruto pik. Ok, kjo është 190 vralë falë. Ndjes, ka Rafinha ma edhe pak do t'a heqësh. Endrikon do t'a heqësh, sa është 115. Edhe Rafael pashtu për mirë. Yamal o super lojtar që s'ka qëllua. E kam dash për në ekip këtë. Super lojtar. Në sfur, në sulm, sa është në sulm, dhe notën 8 plus e është Yamal. Në më sfur të dhe notën 7. Brojtja. Gaia. Kingu dhe Marquinhos dhe Skelly që ka të dhe notën në 7. Në port më të ish. Pse ullet të rita, nuk e di pse. Ekipi tjetër që të vlerësan është Papa Marum. Naruto ishe funit, Marum. Të tërgoj ekipin dhe. Kam shku 122 overall, pa sa të rënoj pak Dembele. Dhe fërkojnë kush më qëlluar, në pakoja A, ka qëllu Carli dhe dje mora Osman Dembele. Janë dy super lojtar, ky ka të këtu shpecin. Kurse Carli ka që ju mirë me power shot më duket. Jo mirë me gjyetën me hark. Dhe kjo është video për sot çuna. Shpresoj të ju pëlqyer, mos harroni të bëni like, subscribe dhe fshim në video radhës. Bye bye.